Investimet në kuadër të korridorit të 8 do të nxisin rritjen ekonomike jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e Ballkanit. Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahimaj tha se ky projekt do të siguronte lehtësim të tregtisë dhe do të forconte integrimin në zinxhiret rajonal, duke krijuar hapësira të reja për zhvillimin industrial përgjatë korridorit. Me anë të kësaj nisme, Shqipëria do të integrojë më lehtë në tregun evropian. Zbatimi i këtij projekti madhor është me ndikim të jashtëzakonshëm, jo vetëm në ekonominë shqiptare, por në ekonominë rajonale. Dhe prej vitesh po punojmë për të forcuar tregun e përbashkët rajonal si një hap i parë dhe i domosdoshëm për të hyrë në tregun e përbashkët europian. Në themel të punës së përbashkët është objektivi për rritjen e konkurrueshmërisë, siç thash, kombëtare dhe rajonale, për uljen e kostove, për rritjen e eficiencës, për uljen e afateve kohore të transportit dhe të tregtisë, të cilat janë të lidhura ngushtë me zhvillimin ekonomik të vendit dhe me vizionin ton europian. Për biznesin, nisma e korridorit të 8 lidhet me thithjen e më shumë investimeve të huaja. Sipas statistikave, mund të ketë një rritje deri në 3% të produktit të brendshëm bruto, dhe gjithnjë më të lartë mund të jetë kjo rritje nëse e lidhim me reforma të ndryshme strukturore që këto shtete duhet të ndërmarrin. Sjell një infrastrukturë e mirë, sjell një potencial të rritjes së investimeve të huaja, që është dhe një nga kërkesat e dhomave të tregtisë kur flasin për integrimin evropian, duke e vendosur Shqipërinë dhe vendet e Ballkanit si një destinacion të vetëm për përthithjen e investimeve të mëdha.